Jam e martuar që 13 vite dhe burri jeton në Gjermani, unë jetoj me prindërit e burrit. I bëj të gjitha punët e shtëpisë, vjera sillet shumë keq me mua, më ofendon në balkon, më fshesh gjërat ushqimore. Dhe gjatë gjithë kohës nga sonë fjalë, kur ankohem tek burri më thotë s'kam çka baj. Se kam nën frigohem se i në hak. Atëherë për mendimin tim kjo motra ka 2 zgjidhje. 3 zgjidhje. O duroj, që unë zdoja këshilloja, pse duhet të vuj, po mund duroj. Një nga alternativë është durimi. Hajër, inshallah, duroj. Alternativa e dytë është që të kërkoj dalin vete. Të kërkoj dalin vete. Në këto raste, i lejohet nusës të kërkoj me dalin vete. Sepse nuk jetohet me kafshë, nëse kjo është e vërtet. Shekulli 20, e sa jemi tani? 21, apo 22? Shekulli 21, dhe akoma fshihet ushqimi, që mos ta hajë nusja, këtë s'ka libër Guinness që e merr këtë vjerë. Këtë lloj vjerë nuk ka libër Guinness që e merr. Dhe çuni thot kam frigohem se mos i hyn hak nanës. Atëherë gjëja e dytë që ka drejt është të kërkoj me dalin vete, o të duroj, o të dalin vete, ose e treta është që të flasim me prindërit e saj, me njerëzit e saj të cilët duhet t'i dalin për Zot kësaj situate. Të vejnë pikat mbi i, kjo mundësisht ta inqizoj këtë gjallësën, këtë kuçedrën, ta inqizoj, kur i nalon ushqimin, kur e shan, kur e ofendon, kur e mallkon kot, edhe ti thot çunit gjallë, thot. O maje, lidhe, ose ta nxorra në rrjetet sociale, ta nxorra rrjeta shqef apo të këto faqet ke piranjat, edhe unë s'ta shoh modern, po të paktën edhe ty të ta bëj, do ta jap hakun, të shohin njerëzit mostra. Ndoshta vaksina i ka bë këto vjera kështu. I ka qellu në mikrob zombi në vaksin, edhe vjera është ndruar në kuçedër.